Këtë javë në kishën e Shënvlashit u organizuan kremtimet për shenjtorin Mrikull i Bërës Shënvlashin, emrin të cilit mban prej shekujsh edhe vetë kisha. Kremtimet nisën në mbrëmje, ndërsa një ditë më pas u mbajt dhe mesha hyjnore në kryqëzimin e Ati Gnjatit, me pjesëmarrjen e besimtarëve të ndryshëm nga fshati i Shënvlashit, nga Durrësi, fshatat përreth, si të ardhur nga Tirana, Fieri, Lushnja, Elbasani e tjerë. Krahas lutjeve dhe shprehstarisë së besimtarëve, u përcollën urimet e rastit, si dhe mesazhi që buron nga kjo ditë e shënuar, të mbledhur një vend të shenjtë, që prezenca e besimtarëve tregon me dëshminë e tyre, pavarësisht kohërave të vështira të përndjekjeve, asnjëherë nuk u shua besimin në këtë vend. Me 11 shkurt, kisha paraqit një ikonë të një shejtori që jetoi në kohra që ishin gjithashtu të trazuara, Shënvlashin, peshkop dhe mjek. Shënvlashi nuk ishte vetëm një mrekulli i bërës. Ai ishte një njeri që bashkoi shkencën me besimin, dijen me lutjen, përgjegjësinë mbaritore me sakrificën. Ai ishte një mjek i trupave, por edhe një mjek i shpirtrave. Shënvlashi nderohet si shërues i sëmundjeve të fytit. Pra ai na thërret të shërojmë zërin ton. Le të bëhet fjala jonë ungjillore u theksuar në mesh, fjalë ëmbëlsie. Të kërkojmë ndërmjetësimin e shenjtit, jo vetëm për shëndetin fizik, por dhe për shërimin e zemrave tona. Le të pastrohet fjala jonë, të forcohet dëshmia jonë, të ëmbëlsohet prania jonë. Ishin disa nga mesazhet që u theksuan në këtë ditë të shënuar.